Po ndërsa komisioneri Celi Bashi ka dalë në këtë deklaratë në një konferencë për shtyp sot, Komisioni i Ankimimeve dhe i Sanksioneve vijon në shqyrtimin e ankimimit të subjekteve politike, konkretisht Partisë Demokratike, dhe pasditën e sotme ka dalë me një vendim për hapjen e 2 KZZ-ve në qarkun e Durrësit. Për më shumë kam kolegun Ervin Koçi, i cili do të na jap të gjitha të dhënat dhe informacionet e nevojshme rreth këtij vendimit të fundit. Ervin, të përshëndes. Pra, në total, sa kuti do të hapen në Durrës? Sanksioneve do të hapen rreth 60% të qendrave të votimit të qarkut të Durrësit. Janë 2 KZZ të kërkuara nga Partia Demokratike, janë 126 qendra të tjera votimit që janë shpërndara në për KZZ të tjera të qarkut Durrës, janë edhe 60 kuti të kërkuara nga kandidati Aulon Kalaja nëpërmjet Partisë Lëvizja e Legalitetit, dhe në total ky numër qendrash votimi e zoron 60% të tyre të gjithë qarkut të Durrësit, duke e bashkangjitur së bashku me 2 qarqe të tjera të cilat do të rinumërohen nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pra kutitë e Durrësit do të rinumërohen paralelisht me kutitë e Tiranës dhe kutitë e Fierit, duke çuar, mund të themi, në total, nëse flasim për totalin e zgjedhjeve të cilët do të rinumërohet vota, mund të arrijnë deri numrin e 700.000 të tillëve, gati 50% të zgjedhjeve që kanë marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Vlen theksohet, Bruna, që për Durrësin është interesante pasi do të rinumërohen edhe fletët e votimit të ardhura nga diaspora. Pra, është hera parë që KAS ka vendosur me kërkesë të 2 antarëve, vlen theksohet, jo me shumicë votash, po 2 antarë të KAS, ka vendosur që të rinumërohen edhe votat e diasporës për qarkun e Durrësit, duke, mund të themi, bërë pjesë të hetimit dhe rishqyrtimit të ankimimeve zgjedhore dhe fletët të ardhura nga diaspora, ku sipas palës ankuese, Partisë Demokratike ka pretendime që edhe gjatë, mund të themi, numërimit të votave të diasporës për qarkun e Kukësit ka pasur parregullsi nga ana e numëruesve. Një pretendim i cili pritet të verifikohet gjatë momentit kur do të, mund të themi, do të rihapen këto fletë votimit të cilat do të rinumërohen nga KQZ-ja. Pra rreth 60% e qendrave të votimit në Durrës, rinumërohet i gjithë qarku i Tiranës, rinumërohet i gjithë qarku i Fierit, janë këto vendimet që ka marrë KAS. Por pyetja që shtrohet vazhdimisht, Ervin, është sa do mundet ketë një ndryshim të rezultatit, ndryshime në mandate? Varet se si do shtrojmë analizën, nëse shtrojmë në bazë të vendimarrjes së 2 antarëve të KAS, ato kanë dyshime që, mund të themi, procesi zgjedhor ka pasur problematika që mund të çojnë edhe ndryshim mandati, numër mandatesh. Për shembull, në Fier është, mund të themi, koalicioni Nisma Shqipëria BE që pretendon një mandat parlamentar pasi ishte rreth 520 vota larg. Në qarkun e Tiranës kemi garën ndërmjet përfaqësuesve të opozitës, jo vetëm garën e brendshme të kandidatëve Zonja Tabaku dhe Zonja Ali Mehmeti, por mund të themi edhe garën ndërmjet Partisë Demokratike dhe Partisë Mundësia. E njëjta gjë është edhe në Durrës, ku pretendohet që kandidati Aulon Kalaja të marrë mandatin e kandidatit Arjan Doja. Por nëse do shohim argumentin e antarëve të tjerë të KAS-it, pasi të gjitha kërkesa për pavlefshmëri zgjedhore janë rrëzuar me shumicë votash, por duke qenë se kodi zgjedhor jep të drejtën qoftë edhe një antarit vetëm KAS-it që të bëj rinumërimin e fletëve votimit dhe kutive, mund të themi që dalin në këtë vendimarrje, por në bazë të argumentit të shumicës antarëve të KAS nuk ka prova të mjaftueshme që të provohet që do të ketë ndryshim rezultati apo pretendimet për tjetërsim të numërimit të votës do të prodhojnë ndryshim të renditjes së kandidatëve në fletën e votimit. Ndaj mbetet për të parë nëse realisht pretendimet e palës ankuese që kanë bindur 2 antarë të KAS do të jenë të tilla që të prodhojnë edhe ndryshime sa i përket qoftë numrit të mandateve në një zonë zgjedhore siç është Fieri apo qoftë edhe Tirana, apo ndryshime në renditjen e kandidatëve për deputet, siç e përmendët në qarkun e Tiranës dhe në qarkun e Durrësit.